Shkon të një fotografi tjetër e Lus Besin, që të ndalemi. Kjo është një A bën edhe një tjetër para kësaj? Okej. Këto është njëni për pacientave, të disa pacientave, sepse tash edhe në komor shumë imazhe i kom prezentu shumë edhe në për kongrese, kjo konë ma shumë për vedisim edhe të kolegve, kur një CT në këtë rast, CT, all body CT, mirë për kurrizi del normal, edhe normalisht, unë si radiologi një CT të tillë kom e shkru normal, edhe normal e shkrujnë edhe kolegtemi. Dhe më thonë, nuk ka pacienti metastaza, që është kërkusë për atë qëllim edhe është botë, diagnoza në karcinome gjile, shumica pacientave sot e dimo se cili do organ mo që s'kan metastaza. Edhe klinicisti është rahat, radiologu është rahat, pacienti nuk trajtohet. I njëjti pacient, kur kemi bu PCT, e vendosim imazhin, a bën... Qaj paraprake që ke? Paraprake që ke, do më thonë këto është, e shojmë se që këto në unazën L5 ka metasaz. Kësi raste, dhe më thonë që të kemi përforcim. Kjo është fiziologike, që dhe truni është fiziologike. Për shta thash, aty ko është fiziologike, është krejt normale. Na ka ndodhë raste shumë se metastazat mund të jenë që i thojmë na osteolitike dhe osteoblastike dhe si mikse. Kur jo në osteolitike është lizë, shkatron kockën edhe vrejet shumë letë dhe më thonë edhe në CT. Këto mikset, rezonanca magnetike i ka do sekuenca shumë specifike që mundet me detektu mirë, po 100% mundet me detektu dhe më thonë PCT-a. Kështu që ky pacient është interpretu si normal pa metastaza edhe si është PCT ka dollë. Nuk është vetëm ky rast, kemi disa raste që kemi bo edhe punime shkencore që i kemi përcjell kur CT-a nuk i ka detektu dhe më thonë që të lojt metastaza. Kështu që mandej është edhe pacienti shumë i lumtur që s'ka metastaza edhe onkologu është shumë i lumtur që i ka përfundu ciklat edhe nuk ka nevoj ma me vazhdu. Mirë, po në realitet pacienti... Smundja avancohet ndërkohë. Po. Tani mandej përfshin krejt kockat. Bile nuk po tako se kom di dje me pa përgatit e kom pacientin për shembull që është bën njëjtë CT-a dhe është shkruar normal edhe full. Krejt nuk ka kocka në organizëm që nuk ka metastaza në PCT. ACT-a duket krejt normal. Së është lloji i tillë metastazave. Prandaj edhe kërkohet shumë tek smundjet maligне. Shumë, edhe të na ta shëqër për fat mirë, dhe më thonë na punojmë që 8 vjetë në rezonancë, dhe më thonë jemi pit parve në Kosovë që punojmë me PCT, mirë po shumë shëqër zoti ka fillu, dhe më thonë edhe në shtetit, dhe më thonë po punohet, tash ka hy si protokoll. Se për para ka qenë marë probleme, thonë si kjo llogarit kësi trajtje jashtë vendi, si marë në rezonancë, si më shku në Turqi, pacientat të dashmi mush formulart, tash janë dhe më thonë edhe në shtetit, edhe ka hy si protokoll. Nuk vazhdon më trajtimi ma tuti pacienta, unë në fillim, kur kemi fillu para 8 vjetë, të konë në përtrajnime dhe të di, dhe më thonë edhe në Turqi dhe në Gjermani, sa e rëndësishme dhe të i përcjell kongreset është roli PCT, se ti, pa e bon një PCT është dyqysh, ju thesha kolegëve të mi, sikur me sy mbyll me trajtu pacientin, dhe më thonë pe trajton, ose pe ndalë terapin, po i bjen pak si qorazi, pakon i sigur 100%, a ka dikon në organizmin e ti na i metastaz qofë sa do e vogël. Mirë, po tash është protokoll. Dhe më thonë, tash ka hy si protokoll, trajtimi nuk vazhdon ma, kërkohet, edhe shqyqër nuk ka nevoj ma të tjetë si trajtimi jashtë vendi. Në spitalin privat dujnë pacienta që nuk dojnë me pritë. Dhe atja tash e bo lista e pritë se gjatë se kërkesat janë shumë të mdoja.